Lidhur me bisedimet e dieshme mes Prishtinës dhe Beogradit dhe pritjet prej tyre, eksperti për Ballkanin Daniel Server tha se deri në mes të prillit ka ende kohë që Kosova dhe Serbia të arrijnë një marrëveshje. Ai tha sot në një intervistë për Zërin e Amerikës se mungesa e një marrëveshje do të shkaktonte probleme për të dyja vendet lidhur me perspektivën e integrimit evropian, por shtoi se pasojat do të ishin më të rënda për Serbinë. Kolegja Kedia Kostreci bisedoi me zotin Server. Zoti Server, Kosova dhe Serbia nuk arritën një marrëveshje dje në Bruksel dhe pas takimit, shefja e politikës jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, tha se mosmarrëveshjet mes dy vendeve janë të ngushta por të thella. A mendoni se marrëveshja është e mundur dhe cilat do të ishin hapat e mëtejshme sipas mendimit tuaj? Well, I think an agreement is possible. But what I expect is Mendoj se një marrëveshje është e mundur, por besoj se zonja Ashton do të kërkojë që thjesht të pritet. Në Ballkan kur nuk është rënë dakord përveç se në çastin e fundit. Zonja Ashton ka kohë deri nga mesi i prillit për të paraqitur raportin e saj mbi bisedimet. Prandaj asaj do t'i duhet të presë që palët të mendojnë mirë për atë që është në tryezë dhe të shohë pastaj nëse palët do t'i pranojnë ato. Siç e kuptojnë situatën, duket se Beogradi e ka më shumë problem ta pranojë atë sesa Prishtina. Kjo duket nga fakti se zoti Thaçi ka bërë komente më optimiste, sepse kur një zëvendës kryeministër i palës tjetër thotë se do t'jap dorëheqjen, ky nuk është një koment optimist. Mendoj se ajo që është realiste të shpresohet është që Serbia t'i jap fund fushatës kundër njohjes dhe pranimit të Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Nuk pres që Beogradi ta njohë menjëherë Kosovën, por nuk mund të kesh marrëdhënie normale fqinjësie kur bën fushat kundër fqinjit. Nëse nuk do të ishte mundur të arrijë një marrëveshje, cilat do të ishin pasojat për të dyja vendet, ndërkohë që dihet që për të dyja integrimi në Bashkimin Evropian është i rëndësishëm për të ardhmen? Pasojat për Serbinë janë mjaft dramatike sepse ajo po pret datën për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Me sa kuptoj, bashkë me këtë datë, Serbia shpreson të marrë edhe financime të rëndësishme për procesin e antarësimit. Për sa i përket Kosovës, shqetësimi mund të ishte se Bashkimi Evropian do të ngadalësonte procesin e heqjes së vizave dhe bisedimet për marrëveshjen e asocim stabilizimit mund të mos fillojnë menjëherë. Këto janë probleme për Kosovën, por ato janë shumë më pak të mprehta sesa problemet që do të kishte Serbia nëse marrëveshja nuk arrihet. Të gjitha problemet politike në Ballkan janë sikur ngjet biçikletën, duhet të vazhdosh të japësh pedalit, përndryshe biçikleta rrëzohet. Pra ekziston rreziku që keqësimi i marrëdhënieve ta bënte mjaft të vështirë realizimin e marrëveshjeve të tjera. Sipas njoftimeve në shtyp, zoti Thaçi kërkoi që Serbia të njohë pavarësinë e Kosovës në bisedimet e dieshme, si kusht për vazhdimin e mëtejshëm dhe për një marrëveshje, gjë që Serbia e refuzoi. A mendoni se një kërkesë e tillë është realiste në këtë moment? Të them të drejtën, platforma serbe mbi bisedimet ngrihet mbi pretendimin serb për sovranitet mbi të gjithë Kosovën. Presidenti e përsëriti këtë pretendim kur u takua me presidenten e Kosovës. Natyrisht ka raste kur Beogradi tingëllon disi më pranues ndaj gjërave, por qëndrimi i tyre bazë mbetet i njëjtë, se e gjithë Kosova është pjesë e Serbisë dhe se nuk ka arsye që ata të heqin dorë nga ky pretendim. Pikpamja ime është se për sa kohë ata vazhdojnë me këtë pretendim, do të jetë shumë e vështirë të përfytyrohen marrëdhënie normale të fqinjësisë. Por secila prej palëve do të kthehet në vendin e vet dhe do të shqyrtojë alternativat. Të dyja qeverit ndodhen para zgjedhjeve. Zoti Thaçi diçka më herët, ndërsa Serbia jo domosdoshmë shumë shpejt, por ka patur zëra për zgjedhjet parakohshme. Të dyja palët do të duhet të mbajnë parasysh se çfarë u intereson më shumë, që të mund të qëndrojnë në pushtet. Nuk mund të parashikoj dot se si do të përfundojë kjo, por mund të them se për palën serbe ekziston nevoja e madhe për të marrë një datë për fillimin e negociatave të antarësimit. Dhe nëse ata e humbin këtë rast, kjo do ta shtynte procesin për një kohë të gjatë, të paktën disa vjet ose edhe më shumë. Pra, nëse ata bëjnë fushat kundër BE-s për Kosovën, kjo do t'u mbyllte derën e Bashkimit Evropian për një kohë të gjatë. Zoti Server, ju faleminderit.